Përshëndetje të gjithëve, unë jam Gjencita Thartori, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Sot do të publikoj një video në lidhje me vlerësimin në performancën e veprimtarisë së kryeprokurorit të përgjithshëm, zotit Olsian Çela. Viti 2025 ka qenë një vit sfidash dhe përparimesh për sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Sot do të analizojmë dhe vlerësojmë performancën e kryeprokurorit zotit Olsian Çela gjatë këtij viti. Konteksti i veprimtarisë. Kryeprokurori Olsian Çela ka drejtuar prokurinë e përgjithshme në një periudhë më të ndërlikuar me presionin e rritjeve të raste të korrupsionit, krimit të organizuar dhe sfidave ligjore. Udhëheqja e tij ka qenë fokusuar në forcimin e llogaridhënies dhe profesionalizmin e institucionit. Arritje. Gjatë vitit 2025, zoti Çela ka realizuar disa arritje të rëndësishme. Lufta kundër korrupsionit, rritja e hetimeve e ndjekjeve penale për raste të korrupsionit të larta duke forcuar besimin e publikut, reformat e brendshme. 1. Modernizimin e strukturës së prokurorisë, përmirësimin e transparencës dhe procedurave të brendshme, bashkëpunimin ndërkombëtar, forcimi i marrëdhënieve me institucione ndërkombëtare duke krijuar standarde më të larta për proceset ligjore. Sfida dhe kritikat. Megjithatë, sfidat nuk munguan, proceset të ngadalta, në disa raste të ndjeshme, presion politik dhe publik për rezultate të shpejta, nevoja për të siguruar kapacitetet e prokurorisë së përgjithshme dhe për të rritur efikasitetin në të gjithë territorin. Analizë pro kundër. Jam pro përmirësimit të transparencës dhe llogaridhënies, rritjen e efikasitetit në hetimin e korrupsionit në nivele të larta. Kundër, sfida në zbatimin e reformave në të